Faleminderit, shikos ndërër, u rikthyem tash me quizin, ta falenderojmë artistin ton, Ilberin, muzik me shpirt, me taban dhe Loreta Musliun. Faleminderit. Kthehemi te mysafirja speciale sonte që e patëm Ariola Demiri. Edhe faleminderit Ariola për poezit. Këtë stafin pa ustan, poezia ke, tha dati si bëkon The Great Gig in the Sky. Bravo. Edhe për sinceritetin, edhe për bisedën që na ofrove. Ariola Demiri. Faleminderit shumë Ariola. Interex është sponsor në Oksigen. Brand serioz, mall, sot dush, ju presin dhe mirë presin tamon që shduhet, çmimet e ulta, asortimani shumë asortimani i gjërë i produkteve. Çmimet më pëdijet, me këshyr me kësi. Dhe zbritja veçantë vazhdon për produktet e Ramazanit, zbritjet veçantë. Ekstra zbritje, ekstra oferta. Ekstra mirë, ekstra lirë në Interex, ky brand i madh i marketeve në për Kosovë. Interex. 500 gram kafe, hur me çkëllop, fal. Prince Cafe. Art Motion, që të top e kemi demek sporte sa dush, dokumentare, filma, emisione, Klan Kosova është aty, internet sa dush, Art Motion. Faleminderit Art Motion, Prince Cafe dhe Interex. Për shkëtë arditi, me quiz. Kokerru, kokebo, pika djallit. Kokeknjash. 2-3 drita mu i minal ardit. Me dasht. Me dasht. Po, me dasht, dhe lili letinat. E një lodh? Jo. Te? Ha, që po, qashto kursim, sepse për animon arditi. Që shkallu sonte? Mirë shumë. Ariola? Mirë shumë. Një për ma të mirë. Është letë për ju kamermanat kërë musafiri i mirë, o ma letë, ama... Po, disponimi është gjithë ma i mirë, edhe është ma ndryshë. E një, edhe ma shumë kërë i prekni. Cila e ka ato rëndësine vetë, po, kërë është pak ma happy, ma... Shabune sonte me kran, shabune me kran. Po, më nova mi bëllë disa kodra, pak ma interesant, pak ma ndryshë. Të poezia u kyqe se të poshë dhe të poezia me kran. Po, më nuk me bëllë diska pak ma interesant me në dalë. Besoj që kena bëllë diska të mirë për publikun, si gjithmonë. Jo të Oksigen e një top. Atja nisim ka daldole, kur në i pyti që se dijim, në animojnë këta, stofi tjetër, edhe luim, po shiku si kërësua me lujtë në shpi. Hajde, Ardit, cila është ndërtesa parë në botë me mbi 100 kate në Amerikë është, New York. Diçka Empire është. Empire, bravo, State Building, bashkë qaj është. Numër 2, me Hyanis. Shlule shumë e bukur dhe njohur për përdorime mjekësore dhe ushqimore, sidomos është i njohur çaji që bëhet nga ajo lule, me hë. Hibiskus? Yes. Ardit je i fort për asociacione, por edhe këtë be prodhoj. Për je bukur nice. Sa ngjyra ka kubi Rubikut? Pide Rubiko e loja po pide. Po, vëdim. Sa faqe, ka 6 ngjyra. 6 ngjyra. Okej, sakt. A ti numërojmë ngjyrat, kush i din? Të bardh. Bravo. Të gjelbërt. Bravo. Të kuqe. Bravo. Të kaltërt. Bravo. Dverdh edhe? Edhe verdh. Edhe portokall. Bravo. Faleminderit. Allah, pa. Cili këngëtar amerikan njihet me njofkën The Boss? Atë ju kalzej inicialet BS. Edhe është ikon amerikane, logaritet, e dojnë shumë. Streets of Philadelphia. Dat? Kush është BS? Emri mbi emri. I'm on fire, për shembull, ka plot kong. Bruce Springsteen, bravo. Kush tha unë jo mirë kur është mirë Shqipnia? Ismail Qemali. Jo. Isa Valentina. Të delegorin special nga Shqipëria jo në dashur. Isa Boletini.
Drejt shkrejmë, hajtë të këshyrim që të pytje se interesante. Lidhje e ngusht. Ardit, jemi të lypë edhe gabime drejt shkrejmore, mrena pytjes, edhe për kufizimi për cilën fjalë është këtë tekst që vijon. Lidhje e ngusht e një qyteti, një bashkie, a një institucioni me një tjetër të ngjashëm. Zakonisht jashtë vendit. Pytin, si më thonë, komuna e Prishtinës me komunën e Springfieldit atje në Amerikë, jenë boshka. Zakonisht jashtë vendit për të bashkëpunuar, për të ndihmuar njëri tjetrin dhe për të shkëmbyer përvojë. Quhet është binjak zem. Binjak zem. Është okej. Bravo. Po, shpe kam... Binjak, ha? Binjak, po, vlozit e binjak tonina? Ja, të mitë jetë babës të në të stavjen. Po dhe? Po, i kam familje, bashkë jetojnë. Ti si ki bon vlasë? Ja, asë një amën. Shikon në gjedi mi bon një vla? Po, një në tutë. Po dhe, du të shikon në gjedi ti mi bon vlavin, i ki thonë babës e nonës bë maj vla. E kam kri. Që sa i dopti? Po dhe, ku t'je baraklije po vetë vlavin. Do më thonë, Ardit që ki dy vlazin binesh, jo me ty. Ja, me mu jo, janë dy matë vogël. Motra, vla, une, dhe dy binjakat. A, janë të ngjashëm? Po, qëta që kanë ndryshim, po kërë në konë vogël, në konë shumë gjajshëm. A përzishin një një qetërin, me një një qetërin ata vetë? A kujte kina ju një qa o vllavi? Ja, së deshë. Qa pa da kanë ditë. Kush jeti unë jam mësë jam vllavi? Albini edhe Ardindi. A po, Albini në ngjashë që kina lutë futbol? Albini, po. Që po në me me bashkëpunën. A e ka Indigon, a? Po, vla, e ka Indigon, e vetë? Binjak e ndit. Okej, hajtë i gjëmë gabimet qëtu. Ka gabimet drejtshkrimore këtu të qëllimshme prej nesh. Lidhje ngushtë e një qyteti e një bashkije. Që aty mendoj që du të përshkru bashkije. Bashkije. Bravo, një o gjetëm, vazhdojmë. A e një institucioni, mirë, me një tjetër të... A ka tepër? Paja. Gjashëm, bravo, zakonisht jashtë vendit, mirë, për të bashkëpunuar. Mingjit, bravo. Për të ndihmuar njëri tjetrin. Që kjo më në të me konë njëri tjetër shkërbevi. Edhe një gabim e kemi. Gjoni, dhe për të shkëmbyer. O, përvojën. Përvojën është përvojën. Përvojë. Bravo. Bravo. 5 gabime i patëm. Që ku i ki, që njëri tjetrin me vizë, që përvoja, e tjera. Tashi, doj me bo atë lojën që jemi inspiru nga televizionet që s'pëdi 2 edhe 3 që bojnë 8. Tonë për bojnë 5. Këtë gabim e kanë. Kush është kë këngëtar? Me në mirë, me sugot, në këfizje, kë është special edition rubrika e njerëzve me inteligencë të lartë. Kush është kë këngëtar? Po më do këtë konë oksigen pandemi, nëse nuk ka bëj. Po, bravo. Afrim më qiqe. Bravo. U kanë që këj pa djeve së është. Po, vla, që vetë fotografia për të kalëzër. Që, afrim më qiqe. Ama kërë koneria, të më do këtë ka fillu shumë herët, apo, nëse nuk ka bëj karierën e sene. Afrimja? Qëtë është po. Qëtë më do këtë është kërë konë shumë i ri. Olen Lapashtic, në gjatë të 9-shin, bravo, shumë mirë për njeke, dojlja për në skenë në 84-shin. Aja di ka kry shkenca politike, fakultetin Afrimi. Po, që bënë fotografi e kishe më në qërë mo. Aja di në e kongë të Afrimit? E pa të kënu këtë dadushin. Fatushin. Po dadushin për di, fatushin s've desha. Pa ka dhe fatushin, kësi ja, po ma qysh? Pas ka ndryshu pak. Pa, ka ndryshu pak, e dalove. Bravo. Ma serios, ma i pjekun. Po. Bravo. Për dini shikus të dërra që në rubriki mi të obo pak më umar, por përgjigja për në këtë rast për Afrimin është e sakt, të po thonim ledhim shënimet për të sakt, e kandidatit që dojmë fol shkat të dush për pas fotografisë, pra nga Michael Jacksoni shkojmë në Afrim Muqiq. Foto nëmër 2, qëfar kjerëja që këkëshë e mirë, se ti një gjë kjerët? Ba, kjo është e letë. Ko sa dush këtëne? Qëfar është? Gold dush. Bravo! Kjo është model sportiv, bes që kjo. Okej. Këta di për kjerët di pa ka shumë.
Okej. Ta janë 83-ën është i pari kër u prodhu. Okej. Deri në 82-ën nëse nuk gaboj është i fundit. Edhe modelin sportiv që kjo që është foto që tash është GTI. Do më thë model benzins, po. Po, Volkswagen Golf 2. Po, Gjerman është kë. Ko gjaj sigurt jem, për që të sen. Për që ta nuk tutësh për kërkuj. Ja, për që to jo. Je i shumë i sigurt. Atë po, ta porzit më herët ke se dilema që të... Po, si e marakli i kjerave. Bravo, Golf 2. Bravo. Që, original. Kjo modeli i por, ajo është i fundit. Okej, data për të përqenj që kjo rubrik, dat? A? Që, bravo. Tash që të urë besoj që e dini. Kjo që tash bes, nuk në gjomë që është që më foto. Jo, a? Jo, tash të se u i s'ka aty. Okej. Po, është kjo, po më vështëre është e di sigurt. Po i kanë me të vishke pjesa nalta, përshë kjo... Që është, edhe është e barazume, kështë dhe mon është ura e gurit në vështëre. Sigur në ditë? Po, gjaj sigurt. Edhe është pak ma e vogël, tash rabëtin... Edhe në kalur, këmë gjiru këtë. Ki gjiru personalisht? Për të që ke personalisht në vështëre e ki. Okuj, bravo, sakt. A kjo, që, originali? Ullja pa, që të kena gjiru bashkë një rrët, diqka kena gjiru me kolegën Arbenin, po që kjo është ura. Që kanë me, do me thonë këtë është fillim kërë ndërtu, para 1.000-2.000 vjetë, ose ne sa. Që shumë me, tash është e pa kalushme. Laf, kjo nga s'mër shikusi shumë kjo ide. Bravo, falim dhe e shumë Ardit. Kalomin, pyetjen tjetër tash kjo është serioze. Ardit, kështu ishtë të figura, edhe ajo dilemnat në unit për qëtënë. Pra pyetja është, sa persone i njihnin foto? Mundët me të njëmu kret stafi kamermane. I pari, kush është? Thuje. Gandhi. Bravo, Mahatma Gandhi. Po, se ko ka shumë e zërshme me vrejt për i qëtu. I dyti, është? Winston Churchill, bravo. I treti? Dishka si ushtar Amerikan. Ushtar Amerikan. Dwight Eisenhower. Dwight Eisenhower. I katërti është? Bravo. 4.4-ve. E kemi faqen e dytë. Bravo, që ku i keni emnat? Bravo. Hajde, faqja e dytë, shka përna qëtë? Që kjo e para Bushi, më së rasisht, a jo? Jo veç Revista, Time, po më s'pedi, Man of the Year, Apollo Crew, numër 2, kush është? Nëna Terez. Bravo, numër 3. Amin s'pja di, po më s'është i Irani, diqka që po delë shumë shpesh tashin e për... Po, jo, kjo atjero është, Almeini, do më thonë, shaka qitë kjo Time, numër 4, kush është qaj? Man of the Year, Këqyre mirë. Këqyre mirë. Afroju mirë. Aktor është Ronald Reagan, njëjtë edhe president Amerikan. Hajde faqja tjetër. Qymë sa për njohim njerëz që Time i ka qitë në për vite Man of the Year. Njeriu i vitit. Kush është këj pari? Person of the Year? Jeff Bezos. Ko ka krejt ndryshe. Bushi. Bushi. Presidentin Bush. Numër 3? Besh ushtar Amerikan. Bravo. Bravo, ushtar Amerikan. Dhe numër 4, kush e kush është në fotografi? Që këj pari Bill Gates, po. Numër 2? Bonovox i Jutus. Edhe numër 3? Qika është me... Linda Gates. Okej. Dhe shoqja. Faqja 4. Kështër Ardit? Lop, Kresh, Benush. Merkel. Merkel, numër 1. Numër 2. John Biden edhe Kamala Harris. Kamala Harris. 3. Kremini, po Zelenski, kreministri e Ukrajinës. Edhe 4. Donald Trump. Donald Trump, të këshim për cilat vite kanë qenë Person of the Year, 2015, Bidenin 2020, Zelenski 2022 dhe Trumpi në 2024. Mbamendja,
se si popull vuajmë nga mbamendja, i harrojmë vujtjet dhe mjerimet. Qërë tash, unë e ty ta bëj pyetjen për një frut, ti kimi thonë, për shembull, kimi thonë, dardha, molla, diçka, dhe mi majten mand për të honen, për të martën në fruti tjetër. Hajde ka dal dalje. Për të honen është, cili frut ka formë si pik uj, kur e rrit, si pik e uj, top. Dardha. E hone e manen mand që është dardha. E marte, cili frut ka ngjyrë të verdh dhe majmunët e dojnë shumë. Banane. E manen mand, e martë ke? Banane. E hone? Dardha. O kry. E mërkur, cili frut mund të jetë i bardh, i kuq ose i zi? Rushi. E mërkur rushi. Ejte, cili frut përdoret për të krijuar ketchup? Domatja, e premte. Ky frut të mban doktorin larg. Molla. E shtune, cila perime pas luftës dytë botërore është simbol i mbijetesës në Gjermani? Patatja dhe e diell, rreth 92% e këtij fruti është ujë. Cili është ai? Është perim, po në akoma shumë verës. 92% ujë. Shalqini. Hajde ta shtumi e hone. Dardha. E martë. Banane. E mërkur. Rësh. E ejte. Moll. Kush ke ejte? Domatja. E premte. Molla. Po, e shtune. Shake? Simboli mbijetesës në një shtet. Patatja edhe e diell. Shalqiri. Bravo, Ardit. Bravo. E tash na dalim ka dalë në asociacione për marrim edhe babikën tonë. Si gjithmonë. Që shiku së ndrojë, tash asociacionit bukur djekës ta i kili. Okej, të përprovojna bashkë me krejtë. Bashkë luajmë.